Po gjë, personi i cili bën dhikr, çka përfiton? Abe pikës pari du me ditën për desa ti në dhikr, i të përmend Allahun, je mik i Allahut. Ku ka përfitim më i madh, çka Allah ta ka mundsu ti me madhru Allahun. Faktikisht ti je bo një mik i Zotit, për cilin Allah thotë në Kur'an, ela inna awliya Allahi la khawfun alehim wa la hum yahzanun. Për miqtë e Allah thotë nuk ka për to as frikë as dëshpërim. Kjo është një privilegj e madhe që Allah ta ka mundsu ti me adhuru Allahun. Unë shpesh një ditë i thash disave me një ligjërat ashtu, sa njeriu ka miliona, ka miliarda, ka pushtet, ka bukuri, ka famë, ka forcë, krejt e ka. Mirë po fjallën ashhadu an la ilaha illallah nuk e ka. Sejdën nuk e ka. Namazin nuk e ka. Agjërimi nuk e ka. Çka i vyn ato? A i vyn diçka? Shko për shembull te një smut. Isha një herë me një vend dikun në shtetet e Perëndimit Spajceki, edhe po më tregon një shok, taj që isha të shku mik, e pa një plak të moshuar, më shumë se 90 vjetë i kish pasën. Plak. Po është po e sheta që ta, që kitha ka qeta guvernatori, tha kryesor, tha i bankës shtetit vetë. Guvernatori kryesor. Is plak. Tha vetëm një qenë, tha e ka. Para tha as vetë se disa ka në bankë. Mirë. Gruje jo, familje jo, pasuri jo, poshtet jo, forcë jo, bukuri jo, kurgjoj jo. A i vitën këtë të shkejpat marat, e lanë krejt. Po me pasën konten e vetë aj, namazin edhe abdesin edhe dhikrin edhe këto, a të të këshin vijet? Po, të vinë, ju thabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu i forcon me fjalën përforcuese besimtarët në këtë dunjë në ahiret. Pra, kjo është ka përfiton që je boni mik i Allahut, që Allahu nuk do edhe me vdek. Na kena me vdek. Absolutisht. Me vdek na fase po. Që thot Abdullah Zami rahmeti pa shpirti, çdo kush i ka me vdek vetëm një herë, po tentoj vdekja jote që të për hir të Allahut. Pra ti me vdekën, nash i ri, nash i plak, nash me pozit, nash pa pozit. Më konë që jeta blet me pare, pushtetarët kur s'kishin vdekën? Cëli pushtetar ka me ti për jetëshëm? Kështu që, mirë po vdek, ata leqet, Allah razin neve. Do më thonë, e para është që ti përfiton një miqësi me Zotin tënd, se kej që të miqës të dunjons, kej të kanë me tlonën. Pasuria ka me tlonë vëllahi. Me një shtetë Spajceki ku, në Perëndim e kalon trashëgim pasurin 2 milion euro, e kalon mocët vetë. Ka thënë pas me moca e trashëgon. Pasuria shkon, fëmijët shkojnë, tlon, pushtetit le, bukuria le, forcat le, këtë tlon. Kush jet me ti? Me ti jet Rabbi, që shta Zakaria a.s. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. O Allah, mos më let të veçmuar, sepse ti je trashëgimtari më i mirë. Pa Allahun e kje. Nja, e dyta, me këtë e fiton ti një farlloj knatësie, një farlloj sigurie në vete. A ki po, me një shtetë Spajceki ku, a ki po, për shembull, pa më parasysh, a beson, as beson Zot. Musliman dhe ateist, kër e kap ajo kriza e shpirtit, thot, o Zot, oh my God. A thërish, oh my God, boshe po boshe. Pra, kër i kap kriza, e besimtari nuk trishtohet. Pse? Sepse në këtë moment besimtari shpreson nuk të utët. Ka dallim, mu tutët me shpresuan. Sepse unë tash, o Zot, tanë kohën të adhuroha për çdo momente. Edhe unë e di se ti s'kimi më shkënjë. Kështu e ndjen besimtari. A ai çka se ka adhuru Zotin, çka thot, tash kam jam, o Zot u pendova. Ama vonë po. Domethënë, e para pikë çka ti një farlloj sigurie pasi që bën miqësi. E dyta thot është të mlon rahmeti i Allahut. Ku është pejgamberi, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë se nëse në një vend të buon muslimanët edhe e përmendin Allahun azza wa jall, e adhurojnë Allahun azza wa jall, ati zbresin me lajket edhe ati thot i shtrin thot krahërorat e tyre nga knatësia që kanë duke bën. Pra, faktikisht ti e merr, domethënë rahmeti i Allahut të kaplon. Po ku ka mitësi më e madhe se ti më konë mbrojtjen ose në rahmetin e Allahut azza wa jall. Ka atëherë njerëzit kanë me pas nevojë shumë që ki dhikri bëhen shkaktar që ti në ditën e kiametit ki më konë një mlu me rahmetin e Allahut azza wa jall. Nuk le Allahu, nuk shkënjen Allahu. Ne vetëm na duhet më konë sinqert me Allahun, se vallahi dhe billahi mos u tut kurse Allahu nuk na shkënjen. Allahu ka më në gjithë momentet më kritike.
Në atë momente kur dielli do të jetë një plomb mbi kokat e tona, Allahu ka me qenë çdo rahmeti, Allahu ka me qenë çat dhikrin tash ka e kiboti ka me të bëj hije. A dini çish ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tash s'po duhet të dal prej temës, se tema nuk e kam për namazin, por ka thon namazi është dritë. Ditën e gjykimit çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përgëzoi thot ata të cilët hecin, thot shkojnë në namaz da për terr, në sabat dhe në yasina për terr me një dritë të plot në ditën e kiametit. Domethënë ti faktikisht je në rahmetin e Allahut azza wa jall. Pra, atë çka e cekëm më herët, tjetra thot është me lajket e Allahut janë mbrojtjen tënde. Pse? Se pejgamberi po thot, me lajket edhe e fundit thot është mjafton bre që Allahu me ty thot gëzohet. La ilaha illallah. Për Allahun janë shembuj më të lartë. Walillahi al-mathalu al-a'la. Për Allah një shembull më të lartë. Ama a ki vrejt për shembull kanë herë për imikona për shkolla. Edhe apo e them, s'po duhet bëj gjashmëri, hasha lila, por ofrim të kuptimit. Edhe mësuesi kur na ka marrë me fjalë të mira, kur të ka marrë të ka përkthjell, hey lumi mësuesi sa mirë pa e mësuar mësimin. A keni një farë kënaqësie në shpirt? Burri kur i thot gryes vetë, hey boj gryja ime të lumshin durt me Zotin me ç'problem ai grua. Qëre me Allah me shkam ka begatuan. A ki gëzudën, a ka një gryja një gëzim vete? Prindi kur ka thonë ty, o lumi baba, për këtë gjallë shka të kam me birë, këshire me qëfar e vladim ka thonë Allahu. A e kini një krasin vete? Të janë kryesa, po kur kryusi livdohet me ty, edhe i thot me lajkeve, këshire thot robin tem, thot, edhe a i krenohet me ty, para me ndobre e halli jem, edhe halli idiot, e halli dikun, Allah i në bo për ty në jarabi, që Allah subhanahu wa ta'ala, qka ban? Krenohet. Edhe në fund çka thot Allah azza wa jalla në Kur'an thot ulaika humul mu'minuna haqqa. Thot këto thot janë besimtarë të sinqert. Vërtet. E po çka bën tani si rezultat? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ata thot kam ish përbli. Pra çato që kanë lidh me këtë formë, po çka bën? Janë besimtarë të sinqert. E ta shrutin një tjetër çështje. Po mirë, çish ta diun e vetën që Zoti po më do. E po shkosi mas vijeve të Allahut, bindo që je robi Allahut. Sepse, i nderuar dhe nderuar, për derisa Allahu ta ka mundësuar me i bon atina dhikr, edhe me i bon atina ibadet, dije se kjo është shenjë që Allahu po të do. Alhamdulillah. A di pse po gëzona uç? Porzët e ceke prindin tan, babën tan, po du me ceke edhe une. Pak personale, po shpresoj që shumë kanë me gjetë vetin. Para se të vdiste, i cili ndroi jetë para një viti, në shtratin e vdekjes, tesbi bëjke shumë. Subhanallah, Allahu Akbar. Ai ka qenë besimtar për namaz falsëve dhe ka qenë i drejtë, sikur që e ka pas emrin Azem. Alhamdulillah, ti më gëzon ki fakt, më ngushllon. Allahu Akbar. Jep gajret kjo. Gajret. Këtë kënaqsh. Kënaqsh. Baba jam një orë para se me vdek, tha o birë, tha po vdes. Unë ka thonë. Ishte në durt mia çështë, tha o birë, tha po vdes. Jo për bab, thash sale. Jo, tha, çështu tha po më thojnë. Fjalën çështu po më thojnë, ai më la me kuptu se me lajket e Allahut janë të përgatitur ka dalë me amor shpirtin. Po në fund e heki shahadetin, sepse kjo është një vërtetësi. Pejgamberi alayhis salam thotë, tash po dalë veç pak pi temës. Të mutune kema të aishun, o të ba'thune kema të mutun. Keni me vdek që jetoni, edhe keni me dalë para Zotit që të vdesni. Nëse ke jetu ti me dhikr e me namaz, rahmeti Allahut, drejtësia Allahut, dashuria Allahut, respekti Allahut, Allahu s'bën zullum. Pra ta merr shpirtin që shke jetuën. E po qish po vdes me dhikr, e po qish ke me dalë para Allahut, po qish ke vdek që ke me dalë. Po runa Zot, unë e dini rast, runa Zot, estakfirullah, këtë ditë Ramazani, estakfirullah, e dini personalisht e kam njoftën, kur Allah i si gjë si ka bo. E njoh personalisht. Wallahi, ka shku dikushi, edhe tja ka hek, tja kujton pak shahadetin. Thot, Bernani me tha vetëm edhe një birë, thot afladit i shmirti. Te lipëm birën ka vdekën. Ta një jetën ka vdekën. Ka jetu me birë. Ta në rastër në qethse, jashtë atë temës, po du të morë mi mësim. Pra ta përmin me Allahun, jo jemi të lidhë me mesën e qera se, po vi ka vdekja, nuk ju di ka asajda. Kush më garanton mua sa tash unë prej për në këtë ditë Ramazani prej këtuj që do të më rinj gjallë të shtëpia jeme. Një ndeshje, një diçka, një asaj, kush më garanton?
Pra, duhet të jemi vazhdimisht të lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Dashur ta përfundoj ajetin kuranor, ku Allahu tha për ato shka, domethënë si rezultat, pra një që arritën krahasinë e Allahut dhe në fund Allahu po garantoi ka për to duke thënë ulaike mu'minune haqqa. Pra ata thot janë ulaike humul mu'minune haqqa, ata janë besimtarët e vërtet. E si besimtarët e vërtet kush des, çka i gradon Allahu? Allahu ato i gradon me ngritje të shkallëve në xhennet. Çka thot? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun, edhe falje prej Zotit të, wa rizqun kerim, edhe furnizim të mirë. Çka furnizim i mirë? Xheneti. Xheneti, po ku ka furnizim më i mirë se xheneti, subhanallahu alazim. Domethënë, ti vetëm nisen pe la hawla wala quwwata illa billah. Çile vesh ka është Allahu për nasibi të ditë hala. Ti vetëm një punë pe ban. Vetëm një dhikër pe ban. Këtë gjuhë mos e ke marru vet. Jo, këtë logjik mos e ke boti. Jo, këtë shëndet mos e ke boti. Jo, këto gjymtyr mos e ke boti. Jo, o ti nuk e gjendje një çirpik, një kimet vetllës e të flokës me kriju vet, o ti. Krejt Allahu këtë komoditet ta ka dhënën. Për çka? Për ty më të lehtësu përmendja e Allahut. Me këta e ke përmend Allahun. Nuk po mjafton me kaq, kjo është faza e parë. Faza e dytë, a plotësohet të përmendurit e Allahut? Po. Allahu tani mas pinë rendit me rend. Po t'jep xhennet, e po t'jep falje, e po t'jep ata, po lëvdohet me ty, po t'jep shëndet, e po t'jep shumë gjëra. Domethënë ti vetëm një gjë po lipet me teje. Vetëm dhikrin, vetëm adhurimin. Kur gjos po do më shumë Allahu pe teje. Allahu po t'jap krejt, la ilaha illallah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu, Allah i thon në Kur'an. Nëse ju tentoni të numëroni të mirat e Allahut, nuk mund të i përthakoni. Pra s'mund të përthakon me të mirat e Zotit. Prej teje ato dash vetëm një, ajo e thot, thëje fjalën la ilaha illallah, se kur gjos kushton, nuk duhet investim. Pa abdes mund të shbukon, jo patjetër bukon i kthym ka kibla. Mund të shbukon ditën, natën, kom, ratë, ul. Çto do mund të lidhosh? Kisha pas dëshirë një këshill special veç për pleqt, se na shikojnë në televizion. Ato me telefon as kanë punë me internet, edhe na shikojnë në televizion. Pleqt dhe plakave, nga hoxha i nderuar Lukman Neziri, janë të smurë, nuk munden shumë ibadet me bas, as xherim, as shumë namaz me fal, ama barem të aspekti i dhikrit, që ati është e lehtë. Po shprehën e këto si pleqt. Si pleqt. Eta që të llogariti vetën që një plak e kam para vetës. Se vetë jemi të shkuar. Një plak edhe një plak. Po. Një gjysh dhe një gjyshe, se që t'i pana imi të shku edhe vetë. O gjysh dhe o gjyshe, po flasë Allah këtë norqa. O, vallaj, fal. Jemi një brumit, një të fes, një kombit, një trojeve. O në Ramazan, mere be një qosht e shpia, mere be një segjade, ose një pustuqi, nëse nërth, një pustuqi, ullu me një qosht dikull, me një partë të spi. Unë po të me një partë të spi. Kjo që Allah me me krapoj një kundra të spive, rejnë është kjo, sa është e vërtet. Ne jemi kundra dërvislëqeve, ama mi mor një partë të spi gjata, edhe me thonë një 10 herë misil të spi të thonë elhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la hawla wa la quwwata illa billah, këna që me shpirtin tanë. Kul huvallajnë. Prej Kur'ani që këtë disë, thuje elhamin, thuje kullu vallaj, thuje felekin, 100 herë lexojnë ditë. 200, 300, sa ma shumë, ka bo iftarin, a se ka bo reja iftarin, apo ka në fëmija, s'po ka në fëmija, heq me mëse një, as mëse poj. Pra ata që tim qitë e pite, në volë me të lirë, thonë. Kër e kanë pit njoni prej seleve, prej gjeneratave të mëhershme, ka thonë, shka kishe shpresu në pleçni? E unë tash pjotër përgjigjë të pleçve. A i thot, kisha shpresu, thot, dy sende. Thot, senedun alin, o gurfetun khalin. E kisha shpresu, thot, me pas hadithet të shëndosha, se në atë ku ka pas shumë fitnet e hadithet, në këta thash, alhamdulillah, kemi krejt, alhamdulillah, thot, edhe kisha na pasën një dhomë të veçantë. Sa mirë për para, pleshtë i kina pas zotni për para, se janë konë ma dindarë se na, ma me fe janë konë, ma afer, ma pak kanë ditë, ama ma shumë kanë zbatuën, në tash ma shumë dim, ma pak e zbatojmë. Edhe, ka thonë një dhomë veçantë, pse një dhomë veçantë? Për dhikër, për dhikër. Janë mshjel ati, sidomos kër i kanë bo ka 450, ka 478, mu o kry muhabetit tinve. I kanë kry darsmat, i kanë kry muhabetet, edhe një dhomë veti edhe vetëm kanë boj ibadet.
Pra dhe unë ju thëmë pleqve tonë, o plak i dashur, oj plak e nderuar, oj motër, oj non, oj qishe, oj motër, po thëmë se një sta motër të kam dhe më vlamë ke edhe, pëse jam me moshën kemi njëjtë. Pra, një varqosh i dikun, mëse këshu shka të boreja. Ashtu e ka dy buka me t'i maru dy goja buk. Se na nuk hajmë për mungopën. Zakonisht shejtoni që ti ndikon, Po që ti është... me rejan, me... Po që ti e fitja, ripe, po për ngus fëmijën, ne të ngusë pëse fëmija vetë është. Shembol, një për të të fëmijëve, le të ngusë për, mirë ti me vetë vetën. Mirë ti me vetë vetën, me dhikër, me të spindor, me abdes, me namaz, me këton, e gjegi ushime, ne ta gjegi, se s'ka gajle. Se fundit, edhe nisan që të bëj një ndërhyrje të shkurtër për dallimi mes iftarit edhe darkës. Iftari është kur ti hajsh një 3 hurma dhe një gotuj. U krimo, a i qëtëra dark. A i qëtëra dark. Pra mës qëkojmë na të fokusohemi për se na nuk e adhurojmë Allahun me mojnë të iftarit e madhë. Na Allahun e adhurojmë edhe në iftar. Një 3 hurma, alhamdulillah, tash ka hurma bëllë, edhe një gotuj edhe u kri. Kri ma beti, mës të him ma fellë shumë më tanë. Da është të them, që në këto raste, dhikër, shka të dish për Kuranit, ledzo. Përmenç, 1 herë, 5 herë, 10 herë, 50 herë. Dhikër është edhe jo. Mere, dovë që ka i din. Që të shka i ceka më herë dhikret, pasha Allahun, edhe dita ka me shkuar, pa Allahun ki me madhruan, po vesh një sem për të them, qaj i cili e thët fjallë, la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 herë dit. A kjo për 3 minuta, e ka mot tani. 3 minuta, stimer më shumë se 3 minuta, para mendo ti i orëzon 100 gjunohe, i ngrit 100 sevape edhe dërejqa ju të ngritën në xhenet. Para mendo ti fjallën subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, këtë fjallë është ka Allah e don. Fjallën la hawla wa la quwwata illa billah, fjallë se cila ka dalë për xhenetit. Fjallë Allahu akbar. Që këtë fjallë mësë më harroni pasha Allah në Ramazan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e me këtë më duket për përfundoj se... Edhe pse kam hala shumë për ti, mësë për cekë, besomni, po që këtë se, a duj Muhammedin alaihi salatu wasalam? Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Po marë Allah i balë, po ku patë me në derën halli jonë, shqiptarë, balkonit, me lëllëj presioni, me lëllëj pushteti, edhe ti, o Allah, në i lujtë akide në shëndorë. Edhe që jemi vlazit e pejgamberit. Ditën e kiametit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mi thirr disa persona në emra. Ka me thënë, o filan i biri filanit. O filan, qyshe diti pejgamberi alaihi salam, për shembull, para 1440 sa viteve ka vdekën, pe e di për shembull Hasan i biri Hisenit, në emër shqiptarit. Edhe ki personi ka me thënë, ja Rasulullah, po çish ma ditë e emrin, thot, pikam njoftë të ti mua, thot. Kur më qëjshë, thot, salavate, thot, vazhdimisht, thot, mua, thot, më vike, thot, me lajke, ma bike salatin tanë, thot, këtu të shpirti jem, edhe më të kam su emnin tanë. E paramendo ti në Ramazan, me thonë janë 100 herë, apo një, për çdo ditë ka janë 100 herë, apo çdo ditë ka janë 1000 herë, me thonë, as-salatu, was-salamu, alejke, ja Rasulullah. Allahumme salli ala Muhammedin, wa ala ali Muhammed. E kështu me ra, dhe më thonë, që një salavate mi Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sepse... I shkoj ka pejgamberi sa me emër. Filani, këtë hadith e kam su për Shekh Albanit. A me lion e një ditra minuta? Po mërë si jo njën sabah si dushit. Rahmeti pasmiti Shekh Albanit, Allah i gjenetër firdose, pasu këtë njeri këtë burë, ka kam nderën dhe privilegjës, ka Allah i ma ka mundësuen më u taku me shumë shpesh me ta, edhe kemi disa historia interesante me Shekh Albanin. Edhe këtë hadith Shekh Albanin e kam su neve, unë pitin e kam su, thonte se ditën e kiametit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i afron, thot, mas afort, thot, njerëzit të cilët kanë qu ma shumë të salavate. Çka thot pejgamberi sallam, thot, ditën e kiametit ma afër meje do t'jen, ata cilët më kanë dërgu ma shumë të salavate. Sepse, prap hadithi të vazhdon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur të më qoni salavate mua, thot, çdo ditë, thot, Allahu special e bani me lajke. Për shembull ti thua as-salatu was-salamu alejke ya Rasulullah. Çike salatin tëm shka e çoa unë, shka dul pi gojës teme, Allahu special e çoni me lajke me mor këtë salat pi gojës teme me e çute pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Special. Përveç se ditën e xumoj jo. Se ditën e xumoj shko baka. Këta pi hadith Shekh Albanit e kam su, rahmeti pas shpirti, Allah i gjennetë firdos, këtë të Ramazani e pasu, ja Rabbal Alamin. Se ako një më këmbës, ako një kalorës i hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një shërbëtor i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah i e bonth me pejgamberin afër inshallah ditën e kiametit. Ja Rabbal Alamin. Thot, po ditën e xumoj shka puna,
thot ditën e gjumon, thot jo, thot ditën e gjumon, thot vjetë salati, jo, thot direkt, pa me lajke. Allahu akbar. Këtë njëri, këtë hadith e kam mësuar Sheikh Albonit, do shta them, jashtë gjumos, vazhdimisht, kur bëj salavat, për mirë ka me lajke, pi gojës tonë, për që këtë pejgamberi salavatin, se shkon në poshtë ai salavat, se për përshëndet, vetëm ditën e gjumon, direkt e ban më rrinë të salavatit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është jashtë Ramazanit. Por në Ramazan, pra ata në Ramazan qetësoni zemrat, afroni ndaj Allahut azza wa jall, afroni te Allahu subhanahu wa taala, Allahu me siguri dhikrin ton nuk në ka më na quhen, sepse thash tani herë, po bëj një apel. Allahu nuk e çon dhikrin poshtë. Sa dysh mbarot diella e darkë, oj motra jeme. Wallahi këtë apel e kam bërë shoqës time të shtëpia para pak ditëve. Edhe pse e din këtë princip, na kemi këtë princip. Në Ramazan nuk përkushtohemi me maru derka, se fund dash bark e hanë çetë subhanallah. Ramazani është muaj i adhurimit, jo muaj i darkave. Jo muaj thirr në për darka që është gjahil ke na gjithfal namaz të vend të ato ditën tjetër të hub natën e taravive. Namaz në Ramazan thirret për ibadet, ani, s'ka problem, e bani dark, nuk jam kundër darkë, mos kesh kuptohemi. Ama mos fokusohemi vetëm te kuzhina, ta çojmë këtë kohë te kuzhina. Hajt brese dy goja buki musliman Palestina që Allah inshallah gjen permision gjenjen e tyre ja Rabbi. Dhe ato po agjirojnë, në çfarë kushte po agjirojnë. Pra, mos ta harxojmë kohën më të mirë për një çështje më të lirë. Barka është e ngjinj, nësh buk thjesht, nësh ushqimi më të mirë, lukthje për poronë dhe çet. Pse këtë kohë të shtrenjtë na mja kushtuan kuzhinës? Jo vlla, namazit kushtoja, dhikrit kushtoja, mos i angazhoni gratë e juaja, motrat e juaja, nanat e juaja, unë pe duket, unë se duket, pse ke buket, pse ke buat. Jo be vlla, ka përcej, te kaloj, hec Ramazan është. Hec, leji nanës edhe motrës edhe bijes koqe, edhe ajo të ketë kohë, ulet, me një pustuqi, me një partispi, me një ban ibadet, të ban namaz, të ban dhikr sa më shumë.